Turqia ka ndërmarrë një operacion të gjerë sigurie duke arrestuar 209 persona në kuadër të hetimeve kundër terrorizmit, ndërsa vendi po përgatitet të pres samitin e ardhshëm të NATO-s. Sipas prokurorisë së Ankaras, janë lëshuar urdhër arreste për 241 të dyshuar të lidhur me organizatën terroriste ISIS dhe disa grupe të majta radikale. Operacionet u zhvilluan vetëm një ditë pasi autoritetet lokale shpallën ndalimin e përkohshëm të protestave, konferencave për shtyp dhe tubimeve publike në kryeqytetin Ankara. Masat do të jenë në fuqi nga 28 qershori deri më 10 korrik, periudhë që përkon me organizimin e samitit të NATO-s. Autoritetet argumentojnë se kufizimet janë të nevojshme për garantimin e sigurisë gjatë aktivitetit ndërkombëtar. Megjithatë, organizatat për të drejtat e njerëzit dhe partitë opozitare kanë reaguar ashpër ndaj operacionit. Sipas tyre, mes të arrestuarve ndodhen një gazetar i njohur, aktivist për të drejtat e komunitetit LGBT, politikan të majtë dhe disa avokat. Opozita e ka cilësuar aksionin si një goditje ndaj demokracisë dhe lirive themelore. Kritikat janë përqendruar te fakti se samiti i NATO-s, sipas tyre, po përdoret si pretekst për të kufizuar aktivitetin politik dhe shoqëror. Nga ana tjetër, qeveria turke këmbgul se operacionet janë pjesë e luftës kundër terrorizmit dhe se siguria kombëtare mbetet prioritet, veçanërisht në prag të një ngjarjeje me rëndësi të lartë ndërkombëtare. Zhvillimet e fundit pritet të rrisin debatin mbi balancin me sigurisë dhe lirive civile në Turqi, ndërsa vëmendja ndërkombëtare po fokusohet gjithnjë më shumë te situata në vend përpara samitit të NATO-s.